Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama është përgjigjur kritikave të komentuesve në lidhje me hekurullën Kuqezi që lidh Durrësin me Prishtinën, për të cilën njëri prej tyre i shkruan se nuk do të realizohet kurrë. Duke u përgjigjur edhe akuzës se projekti u bë publik në kohë zgjedhore, Rama shprehet se në fakt projekti është prezantuar që në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Hekurulla Durrës-Prishtinë, njohur si hekurulla Kuqezi, nuk është një projekt me synime elektorale. Këtë ka deklaruar kryeministri Edi Rama në një komunikim me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, duke shpjeguar se prezantimi i bërë pak ditë më parë lidhet me një rikonceptim të projektit që parashikon ndryshim të itinerarit, duke kaluar tashmë përmes Shkodrës. Pra nuk ka lidhje me zgjedhjet, po me fazën e re, kur konsulentët austriak kanë përcaktuar opsionin e kalimit nga Shkodra përmes Gjakovës në Prishtinë si më të miri. Sa i përket vonesave në ndërtimin e segmentit Tiranë-Durrës, Rama theksoi se ato lidhen me procedurat burokratike të Bashkimit Evropian, i cili është donatori kryesor për zhvillimin e infrastrukturës hekurullore në vend. Në atë hekurull kanë qenë të lidhura me pozicionin ende të dobët të Shqipërisë deri para ca vitesh, kur ende nuk na merrnin shumë seriozisht, as BE-ja, as bankat e saj zhvillimore, të cilat janë burimi i financimit të pakos së hekurullave përmes Fondit Evropian të Investimeve për Ballkanin Perëndimor. Pjesë e këtij rrjeti modern transporti do të jetë dhe segmenti Elbasan-Lekaj, në lidhje e rëndësishme jo vetëm për hekurullën, por edhe për korridorin e 8, ku aktualisht po punohet paralelisht për përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Jemi në korridorin e 8, në një nga kantierët e fazës së 3. Ashtu siç prezantuam dhe dje, ky është një nga korridoret më të rëndësishme të infrastrukturës rrugore, do të jetë edhe korridore në të ardhmen. Është ndarë në 3 faza. Kemi fazën nga Elbasani deri në daljen e re kufitare pranë urën e Bushtricës. Kemi bypassin e Elbasanit, që është faza e 2, dhe kjo është faza e 3 nga Elbasani në drejtim të Rogozhinës. Kryeministri dhe zëvendës kryeministri Abelinda Balluku kanë inspektuar nga afër punimet në këtë aks 40.7 kilometra të gjatë që nis në afërsi të ish kombinatit metalurgjik në Elbasan dhe përfundon në Lekaj pranë Rogozhinës. Në një takim me të rinjtë e FRPD-s dhe në praninë e strategut amerikan Chris Lacivitas, Sali Berisha deklaroi se çështja me Gonigal do të ndjekë Edi Ramën deri në fund të jetës së tij. Ai u angazhua për reforma në turizëm dhe ndalimin me ligj të përfshirjes së zyrtarëve dhe familjarëve të tyre në këtë sektor. Lacivitas sqaroi se është angazhuar si qytetar privat, ndërsa theksoi se zhvillimet në Shqipëri ndiqen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sali Berisha ka deklaruar se përballja politike me Edi Ramën do të përmbyllet me ndikimin ndërkombëtar, duke u referuar çështjes me Gonigal si një skandal që sipas tij do të ndjekë kryeministrin deri në fund të jetës politike. Përballë të rive të FRD-s dhe në praninë të strategut amerikan Chris Lacivitas, Berisha tha se afera po trajtohet në gjykatë dhe nuk rashkruhet. Hjeja e me Gonigalit do ta ndjekë Edi Ramën gjatë ditën e fundit të jetës së tij. Nuk i ndahet. Është skandal planetar. Është skandal planetar. Ndaj dhe ai, siç e shifti, ka një terror të brendshëm. Ai ka patur probleme të njohura serioze me ekuilibrat psikologjike. Por tani ka zgjedhë autoizolimin si rrugën për të mos të faqur publikisht momentet e dezekuilibrit, si ndodhi ajo që i ra Tovolis dhe shkera me kokë, me grusht, e tjerë e tjerë. Ajo është një çështje që dihet që Edi Rama ka afera shumë të mëdha korruptive, por afera e cila ju cituat është e faktur, është në gjykat, e gjykur nga një gjykatës amerikan. Dhe Rama
Ndërkohë, Lacivitas sqaroi se nuk përfaqësojnë qeverinë amerikane dhe se angazhimi i tij është privat. Ai theksoi se zhvillimet në Shqipëri ndiqen me vëmendje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu si çdo vend tjetër. Unë nuk flas në emër të qeverisë amerikane, jam këtu si një qytetar privat dhe merrem me fushata politike në vende të ndryshme të botës. Zhvillimet në Shqipëri ndiqen me vëmendje edhe nga Shtetet e Bashkuara, siç ndodh me çdo vend tjetër. Turizmi, një sektor që demokratët e konsiderojnë kyç për ekonominë, ishte një tjetër pikë në fokus. Berisha premtoi subvencione për punonjësit jashtë sezonit, rishikim të ligjet ekzistues dhe krijimin e një task force për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Kjo është Europa që u censurua, por jo vetëm kaq. Në qoftë se kjo ndodhi ditën e hënë, ditën e martë ndodhi një ngjarje tjetër madhore për Shqipërinë në Komisionin e Punëve të Jashtme të Sigurisë Parlamentit Evropian. Berisha u angazhua të ndalojë me ligj qeveritarës dhe familjar të tyre në fushat të turizmit. Dhe familjeve të tyre në fushën e turizmit do të ndalohet me ligj dhe do të dënohet. Ato do konfiskohet. Të gjitha, çfarë kanë bërë? Do mu marrë me qeveri, merru me qeveri. Leo atyre që sektorin e vetë. Duke konsideruar infrastrukturën si thelbësore për zhvillimin e turizmit, Berisha kritikoi ndërtimin e aeroportit të Vlorës, që sipas tij përfaqësoi një projekt abuziv me fonde publike. Ai gjithashtu ngriti shqetësime për mos funksionimin e impianteve të ujërave të zeza, të cilat i lidh me interesat klienteliste të qeveritarëve. Procesi i votimit për zgjedhjet e 11 majit ka nisur për emigrantët shqiptar. Deri tani 36% të dërgesave postare janë shpërndarë, ndërsa 111 votues kanë lajmëruar postierët për të nisur procedurat e dërgimit. Komisioni i ri Lirian Celibashi theksoi rrethanat e organizimit dhe sanksionet për shkelje të mundshme. Për emigrantët shqiptar, procesi i votimit për zgjedhjet e 11 majit ka nisur me dërgimin e zarfeve drejt Parkut Olimpik në Tiranë, ku administrimi i votave do të monitorohet nga kamerat dhe përfaqësuesit e partive politike. Deri tani 36% e dërgesave postare janë shpërndarë, ndërsa 111 votues kanë lajmëruar postierët për të nisur procedurat e dërgimit. Komisioni i ri KQZ-s Lirian Celibashi ka deklaruar se afati për përfundimin e këtij procesi mund të shtyhet për disa ditë për shkak të vonesave të mundshme në dërgimin e zarfeve. Për sa i përket pyetjes së dytë, kam frikë se ne nuk do ta përfundojmë dot në datën 17 procesin për shkak të ngarkesës të shtuar në kontrollin e procesit përgatitjes dhe të dërgimit të zarfave. Kemi shtuar ne si KQZ kontrollin, një fazë tjetër të kontrollit. Po kështu edhe kompania DL ka shtuar kontrollet të asaj çfarë përgatit. Dhe shtimi i numrit kontrolleve na ka çuar në një shtyrje të afatit të shpërndarjes së zarfave për votuesit e jashtvendit, por gjithsesi, kjo në mënyrë kategorike dhe me bindje them, nuk e rrezikon procesin si të dërgimit të fletëve të votimit, ashtu dhe të kohës që do duhet kenë zgjedhësin dispozicion për të votuar dhe të kthimit mbrapsht të fletëve të votimit. Ai ka theksuar gjithashtu se sistemi i KQZ-s është i sigurt, duke shmangur mundësinë e skanimit të barkodit, të njëjtë për më shumë se një herë për të parandaluar manipulimet me zarfin B. Nëse votuesit nga jashtë do duan ta shesin, ta blejnë, ta tregojnë është çështje tyre, do të thotë që kanë llogaritur edhe pasojat penale për një rast të tillë. Pra nëse dikush mendon që kjo mund ta bëjë se nuk do kape, mund të qellojë që dhe mund mos kape, se jo çdo gjë, çdo paligjshmëri që ndodh në këtë botë evidentohet edhe merr sanksioni përkatës. Për më tepër, Celibashi ka tërhequr vëmendjen për pasojat ligjore që mund të ndodhin në rastin e shitblerjes ose dokumentimit të votës, duke paralajmëruar dënimet që mund të shkojnë deri në 3 deri në 4 vite burg. Ky paralajmërim ka për qëllim të ruajë integritetin e procesit zgjedhor, duke i kërkuar votuesve të respektojnë rregullat e përcaktuara. Eci me të tjera zhvillime, seanca ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj është shtyrë për në 23 prill për shkak të kërkesave së avokatëve të tij për kohë shtesë për të njohur me aktet hetimore. Veliaj, i cili është arrestuar dhe mbahet në masën e sigurisë arrest me burg, që prej 2 muajsh është nën hetim për 2 vepra penale, përfshirë korrupsionin dhe pastrimin e parave.
Seanca ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, i cili ishte parashikuar të zhvillohej më herët, është shtyrë në 23 prill në orën 13:30. Shtyrja ka ardhur si rezultat i kërkesës së avokatëve të Veliajt, të cilët kërkuan më shumë kohë për të studiuar aktet hetimore të çështjes. Velia, i cili është arrestuar dhe mbahet në masën e sigurisë arrest me burg, që prej 2 muajsh është në hetim për 2 vepra penale përfshirë korrupsionin dhe pastrimin e parave. Ai ka kërkuar revokimin e zëvendësimit të masës së sigurisë dhe ka kërkuar informacion 2 mujor nga prokuroria e posaçme antikorrupsion lidhur me hetimet që po zhvillohen ndaj tij. Velia ka qenë në hetim për 2 vepra penale që lidhen me korrupsion dhe abuzim me detyrën dhe hetimet po zhvillohen nga prokuroria e posaçme antikorrupsion. Pavarësisht se Velia ka kërkuar lirimin nga qelia dhe ndrimin e masës së sigurisë, hetimet janë ende në zhvillim e sipër dhe shumë përpjekje janë bërë për të hetuar lidhur me pasurinë dhe kontratat që ai mund të ketë lidhur në kuadër të detyrës së tij si kryebashkiak i Tiranës. Hetimet pritet të vazhdojnë dhe të sjellin më shumë informacione mbi rastin. Në një përpjekje për të ndryshuar vendimin, Velia apeloi masën e sigurisë në apelin e posaçëm, por kërkesa e tij u refuzua, duke mbetur në fuqi vendimi dhënë nga gjykata e posaçme 12 shkurt. Përplasja fizike në firmë mes qytetarëve dhe agjentëve të BKH-s, 3 persona përfundoi në pranga, mes tyre nipërit e ish kryebashkiakut të Mallakastrës Agron Kaplanaj. Ngjarja ndodhi gjatë një veprimi hetimor të SPAK-ut. Të ndaluarit pretendojnë se agjentët nuk ishin të identifikueshëm. Prokuroria ndërkohë ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të incidentit. Një përplasje fizike mes disa qytetarëve dhe agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit dhe forcave operacionale ka çuar në arrestimin e 3 personave në Fier. Në pranga kanë përfunduar Ledian dhe Claudio Kaplanaj, nipër të ish kryebashkiakut të Mallakastrës Agron Kapllakaj, si dhe Gerald Kolçaku. Ngjarja ndodhi në aksin Fier Patos rreth orës 19:20 gjatë një veprimi hetimor të deleguar nga SPAK. Sipas njoftimit zyrtar të BKH-s, hetuesit dhe forcat e policisë po kryenin detyrat e tyre kur u sulmuan pas një motiv nga personat tashmë të ndaluar. Burime pranë grupit hetimor sqarojnë se gjithçka nisi pas një shkëmbimi fjalësh fyese që më pas përshkallëzoi në konfrontim fizik. Nga ana tjetër, të arrestuarit kanë pretenduar se agjentët nuk u identifikuan dhe nuk mbanin logo dalluese, duke krijuar përshtypjen se ishin persona të panjohur me qëllime të dyshimta. Ndërkohë, hetuesit e SPAK dhe BKH-s po analizojnë pamjet filmike të kamerave të sigurisë për të sqaruar se si rodhi incidenti dhe nëse janë respektuar procedurat standarde gjatë operacionit. Prokuroria pritet të marrë dëshmitë të 2 palëve për të përcaktuar përgjegjësitë penale dhe për të ndërtuar një akt akus të plot ndaj të arrestuarve. Gjykata e posaçme pranon kërkesën e SPAK dhe mbrojtjes për gjykim të shkurtuar për çështjen e re ndaj ish kryebashkiakut të Himarës. Ai akuzohet për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim dhe më shumë se një rast. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të kalojë për gjykim dosjen e dytë në ngarkim të ish kryebashkiakut të Himarës Jorgo Goro. Ai akuzohet për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim dhe për më shumë se një rast. Sipas vendimit të togave të zeza, u pranua kërkesa e prokurorit të SPAK-ut Elvin Gjokaj për miratimin e akuzës, ndërsa pala mbrojtëse përfitoi nga e drejta e gjykimit të shkurtuar. Seanca e parë gjyqësore në themel është caktuar të zhvillohet në 20 maj. Akuza e kësaj dosje bazohet në një kallëzim të bërë nga Fredi Beleri, i cili pretendon se në vitin 2016 Goro i ka dhëruar 4263 metra katror tokë pasuesit të tij të komanduar në krye të bashkisë Arqile Bollano. Përveç Goros, të pandirur në këtë çështje janë edhe Vasilaj Strakosha dhe Irasimo Bashi, të 2 ish drejtorë të drejtorisë së mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës pranë bashkisë Himar. Kujtojmë se në muajin mars Goro u dënua me 3 vite e 1 muaj burg për shpërdorim detyre dhe mos deklarim pasurie, si dhe u ndëshkua me 5 vite ndalim për të mbajtur funksione publike. Adriatik Llalla, ish prokurori i përgjithshëm, nuk mund të apelojë me dënimin e tij prej 2 vitesh burg dhe 5 vitesh heqje të së drejtës për të mbajtur funksione publike, pasi heq dorë nga rekursi në gjykatën e lartë. Llalla, i cili është ndaluar për fshehje pasurie dhe deklarim të rrem të pasurisë në 3 raste. Gjykata e lartë ka pranuar heqjen dorë nga rekursi të ish prokurorit përgjithshëm Adriatik Llalla dhe ka lënë të pandryshuar dënimin ndaj tij. Llalla, i cili është ndaluar për fshehje pasurie dhe deklarim të rrem të pasurisë në 3 raste, do të vuajë dënimin për 2 vite burg dhe do të humbas të drejtën për të mbajtur funksione publike për 5 vite. Pas hetimeve të realizuara nga SPAK, Llallës ju konfiskua pasuri e shumtë, përfshirë 22.000 metra katror trua dhe një apartament në Durrës. Ish prokurori, i cili ka dërguar më parë një kërkesë për pezullimin e dënimit për shkak të sëmundjes, aktualisht
është strehuar në Itali, ku i është bllokuar pasaporta. Në lidhje me kërkesën për pezullimin e dënimit, gjykata e lartë ka refuzuar, duke lënë vallën të përballet me dënimin e tij. Kjo çështje ka shkaktuar reagime të ndryshme, ndërsa shoqëria civile dhe politikanët e kanë cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit dhe për forcimin e drejtësisë në vend. Një 65 vjeçar është arrestuar nga policia e Lushnjës pasi tentoi të vdilte në një kasolle duke plagosur pronarin me armë gjahu gjatë një përplasje. Fatmirësisht, pronari i kasolles ka marrë ndihmën mjekësore dhe ndodhet i jashtë rrezikut për jetën. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Lushnjë, ku një 65 vjeçar me inicialet DD u arrestua pas një tentative vjedhjeje që rezultoi me përdorimin e armës dhe plagosjen e pronarit kasolles. Sipas informacioneve të policisë, i arrestuari kishte hyrë natën për të vjedhur në pronën e një 66 vjeçari, i cili u përball me të gjatë aktit të vjedhjes. Në përpjekje për të mbrojtur pasurinë e tij, pronari ka qenë i detyruar të përleshet me autorin, i cili në një moment tensioni ka tërhequr armën e gjahut dhe e ka qelluar. Fatmirësisht, pronari i kasolles ka marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, autori i tentativës për vjedhje, 65 vjeçari me inicialet DD, është arrestuar nga policia dhe materialet përkatëse janë referuar prokurorisë së Fierit për veprimet mëtejshme. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për parandalimin e rasteve të ngjashme. Policia kufitare finalizon me sukses operacionin për goditjen e kalimeve të palishme të kufirit. Ndërkohë arrestohen 2 shtetas sirian që ndihmonin emigrantët që kalonin ilegalisht në Greqi dhe mëtej në vendet e Bashkimit Evropian. Dyshohet se aktivitetet kriminale janë organizuar në bashkëpunim me shtetas të tjerë sirian. Policia kufitare ka intensifikuar përpjekjet për parandalimin e krimeve kufitare me operacionin e fundit të koduar Lugina 1, e cila ka çuar në arrestimin e 2 shtetasve sirian, të cilët dyshohet se ishin të përfshirë në ndihmën për kalimin ilegal të kufirit. Gjatë operacionit që u realizua në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore për Kufirin dhe Migracionin në Korçë, stacioni i policisë kufitare Kapshtic dhe prokurorinë e Korçës u arrit të dokumentohej aktiviteti kriminal i organizuar për kalimet palishme në kufirin në drejtim të Greqisë dhe përmes malit të zi në vendet e Bashkimit Evropian. 2 të arrestuarit u kapën në flagrancë në fshatin Kapshtic gjatë natës, ndërsa po shoqëronin 8 emigrant, 4 prej të cilëve të mitur me shtetas egjiptian dhe algjerian. Hetimet zbuluan se ata kishin lidhje me një rrjet të gjerë të kalimeve ilegale të kufirit dhe kishin qenë të përfshirë edhe më parë në raste të ngjashme. Dyshohet se aktivitetet kriminale janë organizuar në bashkëpunim me shtetas të tjerë sirian. Ndaj tyre është ngritur akuza për veprën penale, ndihmë për kalim të palishëm të kufive kryer në bashkëpunim dhe hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht këtë rrjet dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë. Policia kufitare dhe organet e drejtësisë po punojnë për të parandaluar aktivitete të tjera të ngjashme dhe për të garantuar sigurinë e kufive të shtetit. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Mospajtimet për dorëheqjen e kurtit dhe votimet e raportit të mandatit të çojnë në bllokimin e seancës së parë të kuvendit të ri. Tashmë, sipas rregullores së kuvendit, një seancë e re do duhet të thirret brenda 48 orësh, çka nënkupton se përpjekja e radhës për formimin e institucioneve mund të ndodhë jo më vonë se dita e njëjtë. Klima politike në Kosovë u tensionua ndjeshëm pas pamundësisë për të konstituar kuvendin në seancën e parë zyrtare. Dorëheqja e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, e paraqitur jashtë procedurave të rregullta, nuk u njoh nga partitë opozitare, të cilat refuzuan të miratojnë raportin e Komisionit të Mandateve. Votimi i këtij raporti do të hapte rrugën për betimin e deputetëve dhe zgjedhjen e strukturave drejtuese të kuvendit. Sipas kuadrit ligjor, një qeveri e dorëhequr vijon të ushtrojë funksionet e saj me kompetenca të kufizuara deri në zgjedhjen e një qeverie të re. Megjithatë, ekspertët ligjor kërkojnë qartësi dhe formalitet në aktet e dorëheqjes, duke theksuar se edhe ministrat e zgjedhur deputet duhet të japin dorëheqje individuale për të shmangur paqartësi. Tashmë, sipas rregullores së kuvendit, një seancë e re duhet të thirret brenda 48 orëve, çka nënkupton se përpjekja e radhës për formimin e institucioneve mund të ndodhë jo më vonë se dita e njëjtë. Ndërkohë, qytetarët shprehen të zhgënjur nga ngërçi institucional, duke theksuar se bllokimi i proceseve themelore për vendin ndikon drejt për drejt në jetën e tyre të përditshme. Organizatat e shoqërisë civile u kanë bërë thirrje partive politike që të kapërcejnë interesat partijake dhe të fokusohen në përfaqësimin e qytetarëve që i kanë votuar. Sipas tyre, një kuvend funksional është kusht themelor për stabilitetin politik dhe ekonomik të vendit.
Sot shënohet 26 vjetori i eksodit të shqiptarëve të Kosovës, kur gjatë luftës në vitin 1998-1999 rreth 1 milion shqiptarë u detyruan nga forcat paramilitare serbe të shpërnguleshin në Shqipëri dhe Maqedoni. Eksodi apo dobimi i shqiptarëve me dhunë nga vatrat e tyre arriti kulmin pas fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër pikave ushtarake dhe policore të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe Malit të Zi. Plot 26 vite më parë, rreth 1 milion shqiptar të Kosovës u detyruan të lënë shtëpitë e tyre për t'i shpëtuar dhunës së forcave paraushtarake serbe. Me gra, fëmijë dhe të moshuar të gjymtuar nga torturat e luftës, qindra mijëra prej tyre gjetën strehim në Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi, ndërsa të tjerë u strukën në malet e Kosovës për të shpëtuar jetën. Më 27 mars 1999, pikërisht në kufirin e Vërmicës, mbërritën në Kukës 187 refugjatët e parë të raskapitur, të plagosur dhe të tmerruar nga ajo që lanë pas. Autoritetet lokale morën masa të menjëhershme për strehimin dhe transportimin e tyre në ambientet e Pallatit të Kulturës Hasan Prishtina. Ky ishte vetëm fillimi i një vale të madhe eksodi, që kulmoi gjatë bombardimeve të NATO-s kundër objektivave ushtarake të regjimit të Miloševićit. Qyteti i Kukësit, që sot mban krenarisht obeliskun si simbol falënderimi dhe qëndrese, përkujton çdo vit 16 prillin si ditën e eksodit. Kjo datë i dedikohet kujtesës së sakrificës, mikpritjes dhe bashkimit mes shqiptarëve në një nga momentet më të errëta të historisë së rajonit. Pas 8 orësh debat në Kuvend, Serbia nuk arriti të miratojë përbërjen e qeverisë së re. Deputetët do të mblidhen sërish për të vijuar votimin mbi kabinetin e propozuar nga Gjuro Makut. Debatet e gjata në Kuvendin e Serbisë nuk rezultuan të mjaftueshme për të miratuar qeverinë e re. Seanca maraton, që zgjati 8 orë, u ndërpre pa një vendim përfundimtar, duke e shtyr procesin për ditën e sotme. Gjuro Makut, i mandatuari për formimin e ekzekutivit, prezantoi përbërjen e re të kabinetit që përfshin 30 ministra, prej të cilëve 10 janë emra të rinj. Në fjalën e tij para deputetëve, ai theksoi rëndësinë e rikthimit të funksionimit të plot të institucioneve dhe nënvizoi nevojën për unitet e barazi në të drejta mes qytetarëve. Makut ju referua gjithashtu protestave të gjera që kanë përfshirë vendin muajt e fundit, duke e vendosur fokusin te arsimi dhe mbështetja për studentët. Ai u shpreh se të gjitha shqetësimet duhet të trajtohen brenda kuadrit kushtetues dhe ligjor. Në linje me politikat aktuale, Makut premtoi vazhdimin e mbështetjes për komunitetin serb në Kosovë, si dhe vijimsinë e kursit të politikës së jashtme. Propozimi për qeverinë e re, së bashku me CV-të e ministrave të rinj, i është dorëzuar Kuvendit më 14 prill. Ndërkohë, shqiptarët në parlamentin serb vijojnë të përfaqësohen nga deputeti Shaip Kamberi. Sodesi me zhvillimet nga bota, Bashkimi Evropian po përgatitet ta shpërthojë mekanizmat e pezullimit të vizave për qytetarët në 61 vendeve që aktualisht gëzojnë udhëtimin pa viza përfshirë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, masa vjen si pjesë e përpjekjeve për të frenuar migracionin e palishëm dhe për të forcuar presionin politik ndaj vendeve të treta. Bashkimi Evropian pritet të miratojë këtë vit masa më të forta për pezullimin e udhëtimit pa viza për shtetasit e 61 vendeve që aktualisht përfitojnë nga liberalizimi, mes tyre edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor. Propozimet e reja, të cilat synojnë të përfshin arsye shtesë për ndalimin e përkohshëm të këtij regjimi, kanë marrë dritën jeshile nga Këshilli i BE-s dhe janë në fazën e negociatave ndërinstitucionale me Parlamentin Evropian dhe Komisionin. Këto ndryshime, që mund të hyjnë në fuqi në fillim të vjeshtës, pasqyrojnë një qëndrim më të rrept të Brukselit ndaj çështjeve të migracionit të parregullt dhe mund të shërbejnë gjithashtu si mjet presioni diplomatik ndaj vendeve jo anëtare. Lëvizja shihet si një paralajmërim serioz për vendet që kanë përfituar së fundmi nga lëvizja e lirë, përfshirë Kosovën, e cila hyri në këtë regjim në janar të vitit 2024. Nëse ndonjë shtet dështon të përmbush kriteret e bashkëpunimit për sigurinë dhe kontrollin e migracionit, rrezikon të humbas këtë privilegj. Ekspertët e integrimit evropian theksojnë se kjo qasje e re e BE-s vjen në një moment kur në të gjithë kontinentin janë shtuar debatet për rritjen e kontrolleve kufitare dhe menaxhimin më të rrept të migracionit. Shtetet anëtare po kërkojnë garanci më të forta se vendet që përfitojnë nga udhëtimi pa viza do të bashkëpunojnë ngushtë në luftën kundër krimit të organizuar, trafikimit dhe qëndrimeve të paligjshme. Në këtë kontekst, pezullimi i përkohshëm i vizave nuk është thjesht një masë administrative, por edhe një sinjal i qartë politik për vendet që nuk përmbushin standardet.
për Kosovën dhe vendet e tjera aspirante. Kjo është një kujtesë se përfitimet nga procesi i integrimit kërkojnë angazhim të vazhdueshëm dhe reforma konkrete. Në të kundërt, privilegjet e fituara mund të tërhiqen në çdo moment. Administrata amerikane vendos tarif të re ndaj Kinës duke përjashtuar nga marrëveshjet tregtare të përkohshme, ndërkohë që Pekini mbështet rritjen ekonomike me eksportet strategjike të kufizuara. Ndërkohë zyrtarët kinezë kanë pohuar se tarifat po ushtrojnë presion mbi ekonominë e tyre. Në një zhvillim të fundit që përshkallëzon më tej tensionet tregtare mes dy fuqive botërore, Shtëpia e Bardhë ka njoftuar vendosjen e një tarife të re prej 245% ndaj importeve nga Kina. Vendimi erdhi si reagim ndaj masave hakmarrëse të ndërmarra nga Pekini dhe është pjesë e një serie veprimesh në kuadër të politikës tregtia e parë amerikane të shpallur nga presidenti Donald Trump. Në një deklaratë zyrtare, administrata amerikane thekson se ky vendim është i ndarë nga negociatat me mbi 75 vende të tjera, për të cilat tarifat janë pezulluar përkohësisht për një periudhë 90 ditore. Kina, megjithatë, është përjashtuar nga kjo periudhë ngrirjeje për shkak të kundërpërgjigjeve të saj ndaj politikave amerikane. Masat e fundit të Pekinit përfshin ndalimin e eksporteve të materialeve të rralla si galiumi, germaniumi dhe magneteve me përdorim të lartë teknologjik, që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në sektorët industrial dhe ushtarak global. Këto veprime shihen nga Washingtoni si përpjekje për të ndikuar furnizimin ndërkombëtar dhe për të krijuar presion ndaj kompanive amerikane dhe partnerëve të tyre. Ndërkohë, zyrtar kinez kanë pohuar se tarifat po ushtrojnë presion mbi ekonominë e tyre, por pavarësisht kësaj, Kina ka shënuar një rritje ekonomike prej 5.4% në tremujorin e parë të vitit, me prodhimin industrial dhe shitjet me pakicë që gjithashtu kanë shënuar rritje të ndjeshme. Presidenti Trump ka deklaruar se këto masa synojnë të rikthejnë drejtësinë në sistemin global të tregtisë dhe të mbrojnë prodhimin amerikan nga praktikat e padrejta. Mjekët pa kufij paralajmërojnë për pasojat tragjike të sulmeve izraelite në Gaza, duke e cilësuar tërësinë e situatës si një varr masiv për palestinezët dhe ata që përpiqen të ndihmojnë. Përfaqësuesit e mjekëve pa kufij në Gaza deklarojnë se gjendja e qytetarëve ka arritur në një pikë kritike, me mungesë të furnizimeve të nevojshme dhe një situatë të pasigurt për të gjithë ata që përpiqen të ndihmojnë. Gaza po kalon në një periudhë të errët të shkatërimit dhe dhimbjes, duke u kthyer në një varr masiv për palestinezët, siç e cilësoi organizata Mjekët pa kufij në një deklaratë të saj. Sulmet ajrore izraelite dhe veprimet ushtarake në veri dhe jug të enklavës kanë sjell humbjen e shumë jetëve, përfshirë edhe atë të shkrimtares dhe fotografes së njohur palestineze, Fatma Hassouna, e cila ka dokumentuar vuajtjet e popullatës në Gaza. Në veri të Gazas, një sulm ajror i ka marrë jetën 10 personave, ndërsa në Rafah, në jug, ushtria izraelite ka vazhduar të shkatërrojë shtëpi dhe të shkaktojë dëme të mëdha. Banorët e Rafah raportuan se qyteti, që ka kaluar nën kontrollin e Izraelit, po bëhet gjithnjë e më izoluar, me shkatërimin e mëtejshëm të infrastrukturës dhe rritjen e presionit mbi popullatën lokale. Përfaqësuesi i mjekëve pa kufij në Gaza deklaroi se gjendja e qytetarëve ka arritur në një pikë kritike, me mungesë të furnizimeve të nevojshme dhe një situatë të pasigurt për të gjithë ata që përpiqen të ndihmojnë. Pa asnjë vend të sigurt, përgjigjja humanitare është e pamjaftueshme dhe ndihma për palestinezët është një sfidë e madhe, shtoi ai. Sulmet dhe shkatërimi i shtëpive dhe infrastrukturës në Gaza vazhdojnë të thellojnë vuajtjet dhe pasigurinë, duke lënë mijëra njerëz të pastre dhe të përballur me kushte të pamundura për mbijetesë. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 17 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në përgjithësi, moti do të jetë i ngrohtë dhe i këndshëm në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 29 gradë Celsius, veçanërisht në ulësirën perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor juglindor, me shpejtësi 6 deri 12 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare mund të arrijë deri në 15 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të lehtë deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 12 deri në 26 gradë Celsius. Kukës, 11 deri në 24 gradë. Peshkopi, 10
deri në 22 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 28 gradë. Durrës, 15 deri në 27 gradë. Kavaj, 15 deri në 27 gradë. Elbasan, 14 deri në 27 gradë Celsius. Berat, 14 deri në 28 gradë. Korç, 10 deri në 23 gradë. Vlorë, 16 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër, 15 deri në 28 gradë. Sarand, 16 deri në 27 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 17 prill do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët, me vranësira kalimtare dhe pa rreshje. Moti do të jetë i qëndrueshëm dhe i përshtatshëm për aktivitete në natyrë. Temperatura minimale do të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor, me shpejtësi mesatare prej 6 deri 11 metër për sekond, dhe në disa lugina herë pas here mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 10 deri në 21 gradë Celsius. Podujev, 10 deri në 20 gradë. Skënderaj, 10 deri në 19 gradë Celsius. Pej, 11 deri në 21 gradë. Prishtinë, 10 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov, 11 deri në 22 gradë. Malishev, 11 deri në 20 gradë. Gjilan, 10 deri në 22 gradë. Ferizaj, 10 deri në 22 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 21 gradë Celsius. Suharek, 11 deri në 20 gradë. Prizren, 11 deri në 22 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.